Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e sotme të sjell energji të lartë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Mund të përballesh me disa vendime të shpejta në punë, por instinkti të udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura. Në dashuri trego më shumë fleksibilitet. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keq kuptim të vogël. Demi. Qetësia është fjala kyçe sot. Një rit të më ngadalt do të ndihmojë të analizosh më qartë situatat profesionale. Financat paraqiten të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Në çift, një gest romantik do të rrisë afërsinë. Binjakët. Komunikimi është arma jote më e fortë sot. Një takim ose bisedë e rëndësishme mund të hap dyert të reja në karrierë. Beqarët mund të marrin një mesazh që zgjon emocione të bukura. Kujdes me shpërqendrimet. Koha kërkon fokus. Gaforia. Energjitë emocionale janë të theksuara sot. Mund të ndihesh pak nostalgjik, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë dëshirat e tua të vërteta. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate të mira. Në familje, mbizotron harmonia. Luani. Ambicia të shtyn të marrësh një rol drejtues. Sot je në qendër të vëmendjes dhe njerëzit ndjekin idetë e tua. Në dashuri shfaq më shumë dëshirën për stabilitet. Një surprizë e vogël mund të ndryshojë humorin tënd. Virgjëresha. Dita sjell nevojën për organizim dhe fokus në detaje. Mund të marrësh lajme pozitive në lidhje me një projekt që ke punuar prej kohësh. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes. Pushimi është i domosdoshëm. Në dashuri, qartësia shpirtërore të afron me partnerin. Peshorja. Sot ndihesh më social se zakonisht. Mundësi të reja për bashkëpunime ose miqësi të reja shfaqen në horizont. Në shift gjen ekuilibrin që kërkon prej kohësh. Beqarët tërheqin vëmendje pa u përpjekur. Akrepi. Dita sjell intensitet emocional, por edhe qartësi. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm në lidhje me karrierën ose marrëdhëniet. Intuita është shumë e fortë, besoji. Në dashuri, pasioni rritet. Shigjetari. Me diellin në shenjën tënde energjia është e lartë. Sot është dita ideale për të nisur diçka të re ose për të marrë iniciativën në një projekt personal. Beqarët mund të përjetojnë një takim magjepsës. Në çift, ditë harmonike dhe plot humor. Britsjapi. Fokus total në objektivat afatgjat. Dita mund të sjellë diskutime të rëndësishme me figura autoriteti. Ruaj durimin, rezultatet vijnë gradualisht. Në dashuri, hapja emocionale është çelësi për përmirësim të marrëdhënies. Ujori. Kreativiteti është në kulm dhe idetë tua vlerësohen nga të tjerët. Një ndryshim e papritur në orarin e ditës mund të sjellë mundësi të re. Në marrëdhënie kërkon më shumë liri, por pa e larguar partnerin. Peshqit. Sot je më i ndjeshëm, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit përreth teje. Në punë, një person i rëndësishëm mund të ofrojë mbështetje. Në dashuri është dita ideale për t'i dhënë zë emocioneve të tua të brendshme. Horoskopi në Top Albania Radio.